Fillon nga e para me Boni Sala. Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A i keni vënë re se faljet publike pothuajse kur nuk përfshin fjalët të lutem më fal. Zakonisht tingëllon më shumë si janë bërë gabime ose kam folur gabim. A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm më falni, për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thot, nuk e kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falja e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jone vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, nuk ka ndonjë problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri dhe do të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi dhe ju është kërkuar një gjysmë falje dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të hiqni dorë nga ajo barr. Ju mund të thoni, unë të ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.